Energjia që shpërthen skenën, koncertet e Feros janë më shumë se muzikë, janë përjetim. Me një stil unik, tekst të drejt për drejt dhe ritëm që ndjes atmosferën, Feros sjell çdo herë në skenë një shpërthim emocionesh dhe zëri që nuk lë askënd indiferent. Nga hitet që kanë dominuar rrjetet sociale deri tek befasit live që mbojnë publikun në ekstaz. Koncertet e tij janë një përzierje perfekte mes rebelimit artistik dhe lidhjes së sinqertë me fansat. Çdo natë me Feron është një histori me vete, nuk dëgjohet, përjetohet. Sfundmi ishte koncerti i tij në Diaspor, ku ai nisi me një intro epike ku Fero shfaqej në video duke shikuar drejt publikut, duke rritur tensionin dhe në momentin kur ajo përfundoi, ai shpërtheu në skenë mes dritash dhe zhurmës së fansave që çmendeshin nga entuziazmi. Nga fillimi deri në fund performanca e tij ishte elektrizuese. Çdo këngë e tij u këndua nga turma si një himn, nga minuta e parë deri tek e fundit, nga hitet e vjetra tek projektet e reja. Pa rënë as edhe për një sekond. Performancat e tija janë super të përkryera me një energji të papërmbajtshme dhe një lidhje të jashtëzakonshme me audiencën. Po ju çka mendoni? Si e shihni rikthimin e Feros në muzikë?